me votu Albinin, ajo ardhë me festu pushimet në Kosovë. Valoj, me zemër, 99% për Albinin. Ama Albini rogës ma jep, pa e du shtu, i dole ka. Puna ma madhe, kush e kupton edhe, është bal Mitrovica. Qa jo pashëvi, se në Prizren, Prishtin, Gjakov, nuk ka dukat. Prizren e Prishtin me mjes peca patligjona. A mundet me thonë dikush që Albini është i korruptu. S'ka shanca. Ushtrien e ka forcu. A qërë këtë gjinja thohen, s'ka bo ma shumë. Me qëto është ka kemi, këj Balkari. Bol dy një manë. Parti tjera ju ka një mu ma herët. Jo. Përshëndetje, nderuar, prej cilit vend kjo orë sot? Ju përshëndes, ne kene ardhë për Alemit, afër Stuttgartit. Do më thonë prej Gjermanisë. Po. Sa herë mrena vitit e vizitoni Kosovën? 2 herë paqare. E qysh janë ato emocionet e para kur shkelnin tokën shqiptare? Qysh një? Që shumë thjetë, ojrit në gre. Kjo është djallet, a? Jo, kjo është nipi. Nipi. Këta qysh njën, apo kanë dëshirë në orë këto edhe me vizitë Kosovë? Po me zë s'kom prit. Me të s'ke prit, a? Qa të pëlqen mas shumë të ty në Kosovë? Jo, kjo jeton këto. Okej. Kjo jeton këto. Po jo, qka është diçka që sa herë shkoni jashtë ju mungon prej Kosovës? Pa i familja dihet mes pari edhe ajri edhe familja këta krejt. Nëma, që ja. Ashti është edhe kua zgjedhjeve, edhe për ju ndika. Dihet këtë për babën këne ardhë. Për babën këne ardhë. Pa dhe ova. Ashtë nga të rëthon. Unë për për të kën jam. Me për dëkën tja? Okej, ama ashtë nga të rëthon. Shumë o thjesht. Një fjallë më mja thonë, edhe i përqa asere të pleshte kanë thonë, hone do një fjallë. Pitja ha të pësia jetë. Qka, a mundesh me na përmendi qka një punë shumë të madhe që e ka bajnë? Puna ma madhe, kush e kupton edhe kush e din. Edhe për shka, është bal Mitrovica. Pasunia ma madhe është na, pasunia ma madhe Mitrovica. Qa jo pasunia, se në Prizren, Prishtin, Gjakov, nuk ka dukat, nuk ka minarale. Po, se në Prizren e Prishtin me mjes peca patligjona. Të të këqyrë qa jo pasunia. Do më do qëllirimi Mitrovicës ju ban juve me votu Albin Kurti. Normal. Po pun tjera, diçka që ju përqenë mas shumë për Albin Kurti, për shkak se mërgota dënë shumë. Një sen, muj me thonë, Gjermani, ka dha, ta bojnë krime, ka bojnë kësisjane, ama mbi të gjitha, drejtësi. A mundet me thonë dikush që Albini është i korruptu. S'ka shanca. Edhe kjo ju ban me votu edhe me... Paqare. Po për Albin Kurti, kën e ke votu? Kusht ka pëlqy? Për para e kena votu, për para, sa konë, gjallë, dijet, i ka e mërgova. Ajë son, që ka dalë kë, A, po menon që ka me fitu prap Albin Kurti? Paqare, se miniri, gjoki, ngre, për këtë vend. Se unë nisem me thonë, a ma jep Albini mu rogëna? Jo, bro. A jam gjarë unë për këtua, të në atë mire të zotit i kom. Po për shka, na shojmë dalë. Ju shini ove, na pishojmë edhe atje. Po, ju ishë një sanet pak ma ndryshe dhe pak ma ftëfë. Ja, këtë njësoj, si jo si na, ama ofër. E qa pret nëse Albin Kurti e fiton edhe një mandat tjetër, qa pret me punu? Muj me thonë një sen, e para, ushtrien e ka forcu. A qërë këtë gjinja thohen, s'ka bo ma shumë. Okebe, logarit të vetëm një sen me thonë. A prodhohet të në i sen? A ka në i fabrikë që prodhohet? Një sekund, a prodhohet në i sen? Jo, me qëto është ka kemi, këj Balkari. Bol dy një manë. Parti tjera ju ka një mu ma herët. Jo. Edhe për fund një mesazh kejtë fundit për mërgotën, për shqiptarë që a shikojnë këtë video. Për kënda, kujti drejtosh, një mesazh të fundit. Si mesazh i fundit? Si mesazh i fundit, inshallah i kalojnë pushimet mirë, të janë dy feca, një për babën, edhe një për vitin e ri. Po thu që keni me vitu, a? 99%, vetëm një sen më i me thonë.
edhe bëjmë qilë me qëta. Shkijet që në Serb nuk jënë konë budal, kanë bërë luft 3 herë, 4. Ama për shka, për me marë qëtë Mitrovice. E kom edhe një pyetje të fundit, ajo orë me votu Albinin, ajo orë dhe për me festu pushimet në Kosovë? Vadoj, me zemër, 99% për Albinin. Ama Albini rogës ma jep, për e du shtu, idole kom. Inderum, faleminderit shumë dhe inshallah kaleni sa ma bukur, kaleni mirë. Ju Uri me festat, kaleni mirë. Ma mirë ju bjen këtu me net, e di se kam im kritiku me më thonë që ti masi o mirë këtu, pëse s'vjen ti këtu. Mi fillu një mirë këtu, jetan si mi pa 5 jetë, ja kupton. U kësha thonë këtu ka perspektivë. E shumica po vinë, po edhe po kthejnë të shpru. Ne, unë e merë na personalisht me keramika, me sanitari. Kohën e fundit, nuk të javlej edhe atje, këtu ma mirë o të udre të puna, i kena shurë rajt atje. Përshëndetje Inderum, Përshëndetje. prej cilit vendje dhe sot? Piti Zëldorfit. Qysh janë ato emocionet e pora kur e shkel tokën shqiptare? Emocionet këta janë emocionet që i përjetoj 5 herë në jetë. 5 herë E vjetë. gjithmonë janë të freskëta. E qa ko diçka Kosova që së me gjenë mas një vend butës? Kosova e ka atë ndërprerjen e lullës rinjësin e ka ndërprej jeta këtu dhe kemi vazhdu atje. Gjithmonë kur kthehemi fillojmë nga aja pika ku e kena lanë. Për që ata jemi edhe Pa tjetër që qatë shpesh këtu. jeta jashtë atë dhe jo të shumë e vështirë dhe normal, larg familjes, larg ajrit Kosovës, po me qa merrën ja atje në Mërgjem? Unë e merrna personalisht me keramika, me sanitari. Apo ja blinë, se tashti janë edhe këtu më dyqet, Këshire Gjermania s'është kështu, Gjermania është ashtu. kohën e fundit, nuk të javlej edhe atje, këtu ma mirë o të udre të puna, por ne jemi të tabluar, kështu që shkon, i kena shurë rajt atje. E atje jeni me familja, po familje, me me familje, fëmijë, me familje. po fëmija, ç'është ndihen sa herë vinë këtu? Vallaj vinë gjithë, edhe kanë qef me ardhë, mirë i kanë punë me fëmijët, super. Edhe ata kanë dëshirë, Kanë qef me ardhë verës, kanë qef qika për shembull, ka qef me ardhimit, për s'pat pushim tash. Ka darsma, ka familje, ka farefis, si vizitojmë gjithmonë. Pa tjetër që Kosova ka shumë sa në më përpisu, po ti, qka kishe sjell diçka prej Gjermanisë, e kishe pru të Kosovë? Prej Gjermanisë, unë s'kisha sjell kur gjo hiq, Po na i rejtë, vetëm ligjet janë si në Gjermani, veç mentaliteti mi zbatu dhe mi respektu, duhet mu zhvillu ma shumë. Se për shembull rregullat janë, e mo rregullat i kanë bo njeriu për njeriu, e njeriu duhet mi mbajt ata. E Inderum, qa është diçka që na shta në Kosovë, nuk pëlqen heq edhe të bën nervoz sa herë që përballesh me... Pa i nervoz, qa me të thonë nervoz. Janë politizu popullata shumë, kështu që duhet me i pa do punë, Kosova në zhvillim e sipër, nuk duhet me e pa si militant, po duhet me e pa si mundësi, zhvillimi apo perspektivë, me gjithë perspektivat i ka, se që 25 vite kena ngel ku ka hez diçka, po ka stagnu shumë çka. E a mendon që gjatë tyre viteve 7, do më thonë, jemi në ato hapa që kemi mundërtu edhe jemi të përmisu, a she përmisime dhe ndryshime? Ka ndryshim shumë, ka përmirësim shumë, po ka mujt edhe ma shumë. Ka mujt edhe shumë ma shumë. Seriozisht e kam, jo për me majtë kahja diçka apo diçka, se unë personalisht po him pak politikë s'ashti. Jam konë me atë krahën e luftës, nuk jam veteran, as luftar si jam, po i kum përkra gjithë. Jam konë me PDK-n, tash jam me këtë tjetrin, se du ndryshim, du pak ndryshim, a kupton. Se Apo she ndryshim? Për shkak se është mirë ka një herë një gjithësori, drejtësia, shifet diçka pak se ka ndryshuar më pak. Mu me thonë diku 30%. është asaj rrugë. Arsimi në rrugë të mirë, është veç du të më rrit pak. Arsimi, po i shat rrit, nipa, mesa, apo kupton, që po i kalojnë provimet, suksesi, shkolla, përfundimi, vallaj dopë shumë, seriozisht e kam. E vërtet, po. Ne pa ta një nip, pat kurs policisë të mbushtria, ku është? Po, Bjen në shkrim, drejt shkrim, a kupton? Ka janë do pika shumë interesante. Po qa mendon edhe se për shembull e përmene përçarjen politike, edhe mu më pengon shumë. Çfarë mesazhi e ki? Nuk është përçarje politike, s'ban me thonë përçarje politike, po jo militant, a kupton? Po. Nuk ban mu militarizu puna, po. Tjetër po stytën. Edhe për fund Inderum një mesazh për gjithë ata që shikojnë këtë video. Mesazh
Se ju e shihni Kosovën pak ma ndryshe edhe pak ma emocionale. Duhet me po më tolerant pak, më transparent, pa atë unin që i thënë, a dini shqiptari e ka një farë uni, e qaj uni në kalon te huni. Hunin e kuptoni atë stupin. E qatë unin pak duhet me e zbut, me e bon pak ma me standard, a kupton? Me respektu tjetrin, me ndigju tjetrin, me punu bashkë për para. Jo e bona unë, ti se bone, unë e bona këta, unë e bona ata. Që po bëjnë këta? A Edhe kupton? një pyetje të fundit për shkak se Kosovë, mua të më pengu shumë që Kosova është të zbrodhë shumë. Qa mendon ti për ikjen e rinisë dhe a mendon që i bjen ma mirë jashtë apo Ma mirë ju bjen këtu me nejtë, e di se kam im kritiku me më thonë që ti masi o mirë këtu, pse s'vjen ti këtu? Apo kupton? Veç vallaj ma mirë o këtu me nejtë, e sa i përket ikja është e pandalshme se lakminja, a kupton, ti e ngan, po pa e provu vetë, nuk e len. E shumica po vinë, po edhe po kthehen të shprumë. Kështu që u kisha thonë këtu ka perspektivë. Se nimi është, me fitu 1.000 euro këtu, mi fitu 1.000 euro këtu, jeton si mi pa 5.000 jetë, ja kupton. Mu më janë rritë fëmija tash. Këtu me pagu e ki shpinë tonë Tama. Mu më janë rritë fëmija, inshallah e në shnash krejt. Besoj që në tardhmen e shkurtër s'muj me e dalë madje. Indërum, falenderoj shumë Ju uroj për gjitha të bisedën mirat. e pushime sa ma të këndshme, inshallah Faleminderit shumë. Gjithashtu me të mira e kaloni Urime mirë. dhe festat e fundvitit. Gjithashtu. Kaloni sa ma mirë. Hajde. Përshëndetje nderuar, prej cilit vend keni orë? Prej Dortmund i Gjermanisë. Prej Gjermanisë. Pa. Qysh janë ato emocionet e para sa herë shkelni tokën shqiptare? Përbes është mirë shumë, emocione kem. Është shumë mirë, po në jem një kohë gjatë atje, kështu që jem stabilizuar, edhe atje dhe ka. E qëso ku jetoni? Jem që një 33 vjetë atje. 3 dekada jetë, do më Po, thonë po. atje i pas ke qu, Po. edhe ku besoj familjen e keni krijuar krejt atje. Kreti kem atje. Tashti është janë pak këto pushimet edhe festat e fund vitit, po çka ju shtini me ardha e një orë për pushime apo për me votu? Drejt me thonë, për unë asë kom pas ndërmend më ardhë, po ka ardhë djali me nuset vete me qikë, kështu që na kënë nxjerr biletën edhe pa hajde edhe jo. Për pushime, do me Po, thonë. një javë. Si e për të interesum për zgjedhjet për këtu? Shqeqo në përgjedhje, kom votu atje se kom di që po ve, kom votu me post. Po nëse kisha di që ve, Nuk kishe votu. kisha votu atje, që po. Pa tjetër që Kosova si çdo vend tjetër i ka dhe të metat e veta, qa të pengon edhe qa të shkon nerva me thonë ashtu, në Kosovë, kur të vi shatë bë nervoz Po, diçka. drejt me thonë, unë nuk kom bë kurrë nervoz, sepse jem ashtu i qetë vetë. Po vrehesh. Po, jem i qetë edhe vetë, o, bo, në regull. Jem i qetë, edhe atje dhe ka. Kështu që dy kulturat i moj, kulturën atje, kulturën e këtujt, jam integru atje. Do me thonë as trafiku, as kur gjos të bë nervoz, të që i shkelin pak do regula, do kështu hitë të bëj nervoz. Kështu që të është regula shkelëm edhe na atje dhe ka. Kjo është logjike. Po, drejt me thonë verës, kur po hym na, është pak normal, nuk kem rrugë ashtu si në Gjermani, po na shta i pengojmë edhe na këto, po edhe na kur po shkojmë në Shqipni, apo dikon unë vendet tjera, kur është e kalla bloku i madh, kështu që edhe ata thojnë, po vakia na pengojmë. Këtë fjallën po ju penguj mos e thoj, për shkak se ju jeni të harë në tokë t'juj edhe në vend t'juj edhe absolutisht s'keni nevoj mi jop llogari askujt. Po deshta me të pyet pak diçka që e kishe sjell për shkak se pas ke shumë vite në mërgjem, çka kishe sjell diçka prej mërgjimit tonë Kosovë? Nështë na i legjë se na i për ligjet nuk e di se sa funksionojnë këtu. Kështu që unë e një muj apo 2 muj apo çfarë di unë 2-3 herë në vetë, një kohë kurs ashtu që kur shumë mirë, po ligjet na jem sheteri, kështu që ka shpejt nuk muj marri sikur vende tjera. Ka pas hape Po, edhe... po është e vërtet. Po, me qa merrni atje në gjënë? Unë e merrna, punoj një fabrikë, përpara e kam pas pizzerinë time, tash punoj një fabrikë të ushqime, ato ngrihen dhe shkojnë për shqytohen për Evropë, krejt Evropën. Po besoj edhe rrogat edhe këtu janë të mira, atje e bëni një jetë këgja të mirë, po deshta me të pyet pak për migrimin që po ndodh mos të madhe në Kosovë. Sidomos rinia janë të ikë shumë. Viteve të fundit mbi 200.000 njerëz e kanë qenë Kosovën edhe ç'a mendon ti për këtë pjesë? A i vjen më mirë me dal jashtë Kosovë a kanë më mirë? Shqeqo, kur kena dalë na vitin 90 ka qenë situatë ndryshe.
Unë ja shoh për të madhe këtyne ta që dalin, po deri mas lufte u konë rregull krejt. Nëse mas lufte, apo që tash 3-4 vjet e funit, nëse dalin kjo është nuk është edhe ajo Gjermania që ka qenë para 30 vite. Kjo është tjetër Gjermani tash. Nëse je familjar mundesh me bëj diçka, po nëse del vetjak, është shumë vështirë. Është shumë vështirë. Unë jetoj atje që tash 33 vjet kam dalë vetëm, mase ne e mora gruan, tash kam 2 fëmijë, ata do të martuam janë. Kështu që ata kanë kryer shkollë, duhet me nejt atje, sepse për ata kanë kryer shkollë. Edhe marrin rrogë, ma merr mendja ma shumë sone 2 herë, kështu që pse mos me nejt. Po thu që Gjermania edhe shtetet perëndimore funksionojnë veç nëse jeni familjare, jo nëse je veç vetë. Se dëgjova hipotave disa biseda tjerë me disa mërgjimtarë dhe thanë që nuk është si çush ka qenë përpara. Pse nuk është çush ka qenë përpara? Çmimet janë rrit, taksat janë rrit, apo çush është puna? Që tash çmimet janë shumë. E di që kur kam shku në një litër benzin ka qenë diku 60 cent. Ndërsa tash është 1,70 atje. E kështu që përpara me 50 euro apo marrë ka ke marrë shumë. Tash 50 që so asgjë. Edhe për fund a keni mesazh krejtësisht fundi që a kisha thonë është rinisë dhe njerëzve që shikojnë këtu? Unë kisha thonë rinisë që mos gaboni me dalë, po nëse delni, mas pari duhet ta gjesh punën, ta këshërsh çfarë shefi shkon. Kështu që për dërmtaria dhe për këto i kisha lënë se dërmtaria është punë e vështirë. Nëse ka ndaj zanat, po, zanati paguhet. Zanati paguhet atje, po nëse nuk kanë ndonjë zanat apo një shkollë, kështu që marrën me punue, me pasrue, me këto sana këto janë, nuk ja vlen, sepse ti do t'ja tërësh për veti. Nëse kje gruan, që për shembull gruan, fëmin, dhe... Kuja atë punon? Po, punon. Unë jam... A e kishe menu në e herë më shtim Kosovë? Kështu që unë nuk jem larg e pensionit, kështu që pak rri atje, pak ha, kështu që për marrë për... Përfundimisht, kështu për gjithë? Për gjithë nëse kisha pas ndonjë rrogë për gjysmë se atje pse ja. Veç atëherë ishe këtu. Po, tash është edhe kështu. Tash kena bu një kohë shumë gjatë, kena bu familje atje, kështu që nesa nipa. Edhe keni kriju jetën atje edhe pa Kështu që tash jetoj një jetë më të mirë shumë se përpara, sepse i kam rrit fëmin, tash mendoj veç për grua, kështu që ata... Edhe përshijoni këto vite do me thonë. Sigurisht që po. Po besoj që jeni të lumtur shumë, të falenderoj shumë për bisedën që e bënë. Faleminderit, kaleni edhe ju mirë, çdo të mirë. Po. Shimet këndshme, ton kaleni mirë.